të ka shijuar kjo fitore? Fitore që më ka shiju mua tepër se tana ndeshjet e tjera. Jo për faktin sepse ishte loja ndoshta më e mirë, por sot ka dalë në pa aja që ju kam kërku që është në ditën e parë që jam trajnektuar shpirti, garës, karakteri djemve, që është notat maksimale, bravo i qoftë, zemër, shpirt, karakter, ndim njëri tjetrit, me të vërtet sa jam i mushur. Kur fitohet klasika, ka gjithmonë diçka më shumë për Serbisë. Ne jemi në fazën që na duhen pikët. Në klasikja normalisht që është një ndeshje që është më shiu, kishte gola, kishte emocione. Thash, lujtem, pësum një gol 10 minuta e para, nuk e gjetëm vedim, karakteri djemve bani që ta kthejmë 2-1, dhe pjesën e dytë Kartela Kuqe na bani shumë dam me thënë drejten, por jo edhe krejt dam, sepse rujt me Kallakon, rujt me Murataj nuk i fut me në loj, janë e zorë me tjetër se fut me në loj, se jo çdo keq që vjen me bë keq. Lujt me mirë, arritme me shënull e golin e tretë, nuk ka se Tirana kishte raste shumë që përna vete, po çarkullot e topin, po djemë bane një mur të pakalushëm dhe bravo qoftë. Rujt Bajrami, por Kuro Mulet Kuqi, u but siklet? Shumë siklet, Bajrami që do bëj një ndeshje shumë të mirë. Marrja Kartel, Zverd, Ati dhe Gjinit, na detyroi që ta ndronim, me menu që t'ishim ma të sigurt me Kurën, nolli që nolli, po thash, jo çdo keq që vjen me bëa keq, rujt me Murataj, rujt me Kallakun, sepse emër Kura vjen shpejt. Është kjo vllaznia që doni tash në fushë profesor? Kjo është shpirti, zemra, karakteri që unë kërkoj në fushë. Falenderoj po fund tifozat që na kanë mbështet nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Mendoj që është probleme, mendoj që kena nevojë për ta sepse janë pjesë e ngushtë e jona. Mos harroni që ky ekip dhe këto lojtarë ishin gjatë gjithkohës kanë luajtur gjitha ndeshjet deri tash, ngarkesa aty ishte e madhe. Mungon Bismarck, mungon Murataj, mungon Çato, mungon Dros, që them që do t'i kem shumë shpejt në ekip, ndoshta dy prej tyre që ndeshën tjetër. Kështu që unë them që do vinë ditë më të mira për ne. Profesor Tirana nisi me gol, ju shqetësoi ky fakt për momentin se mos loja merrte një lirë tjetër? Gjithmonë ka momente që, sepse gjithmonë një ekip ka 10 minuta, qoftë ato në fillim, fund apo në mes, munden mas me kanë momentet tuja, por djemt mas pësimit golit, banë më agresiva, sulmun më me agresivitet, arritin me shënu, edhe kja fal mundit djesë tyne, karakterit tyne, i përgëzoj pa fund prapë. Desha dy që fitoni me Frumbyusin, unë Partizanin, nga 0-1 në 4-1, dhe Tirana duket se ishte Tirana ajo që e pësoj me tjetër në mjërë thjesht me një rezultat 3-1. Po një lojë fantastike vllaznisë. Dhe është parë jo vetëm thjesht këto dy ndeshje, por edhe ndeshjet e tjera. A ka një Chelsea të këtij suksesi, të kësaj loje të Patjetër që ka një Chelsea që është bile ato janë 20 Chelsea, 20 futbollistë të mi janë tonë Chelsea. Faleminderit.